Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut gjithësisë, vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë falje mëkateve tona, mbolimin e tmetave tona si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet çdo herë dhe pa ndërprerje i adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Besimtarë të nderuar, motra të respektuara, vazhdojmë me këshillat para namazit yacis në këto net bekuara të Ramazanit, për cilat lutim Allahun e Madhërisëm që t'i ndriçojë ato me ibadetet pranuara dhe kërkojmë nga i lartë Madhërismi Xhella Xhelalu që përmes këtyre ibadeteve të pranuara na jep faljen e tij për gabimet tona eventuale dhe mbi të gjitha të na shpërblejë me hyrjen e xhenetit Firdaus. Në kuadër të këshillave të parapara që prezantohen para jush, përmes të cilave fillimisht e këshilloj veten time, pastaj edhe juve, është e udhës që të flasim diçka dhe rreth çështjes kryesore të besimit, e që është dashuria ndaj Allahut. Dashuria ndaj Allahut është themeli i fesë, është shpirti i adhurimit dhe është sekreti i qëndrueshmërisë në rrugën e drejtë. Dashuria ndaj Allahut nuk është thjesht një ndjenjë emocionale, por është burimi i bindjes, i sakrificës dhe i përkushtimit real ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu i Madhërisëm Kur'an kur flet për ata që e duan Allahun, thotë se besimtarët e tij janë ata që më shumë e duan Allahun subhanahu wa taala. Prandaj thotë walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Besimtarët e tij janë ata të cilët më shumë e dojnë Allahun, apo janë ata të cilët para Allahut në dashuri nuk vënë askënd. Askuj nuk japin përparësi në dashuri para Zotit të Madhërisëm, sepse realisht burimi i dashurisë është Allahu. Dhe askush përpos Allahut nuk ka merit për t'ia dhënë vëmendjen kryesore dhe për kushtimin maksimal nga ana jonë. Mirpo si lind dashuria dhe si rritet ajo? Pra si lind dashuria ndaj Allahut dhe si rritet ajo? Dashuria ndaj Allahut fillimisht lind duke e njohur Allahun, duke e njohur madhështinë e Allahut. Sa më shumë që e njohim Allahun subhanahu wa taala, aq më tepër e duam atë. Aq më shumë lidhemi me të. Aq më tepër i përkushtohemi atij, sepse e kuptojmë që fal qenies së tij ne ekzistojmë sot. E kuptojmë se fal mirësisë së tij ndaj nesh, ne sot jemi prej krijesave njerëzore, madje jemi prej krijesave të zgjedhura njerëzore, sepse jemi besimtarë të Allahut subhanahu wa taala. Njerëz ka shumë, por besimtar ka pak. Pra njerëz të cilët jetojnë dhe frymojnë ka mbi 8 miliard sot. Por për njerëzve që e besojnë Allahun si duhet dhe adhurojnë Allahun subhanahu wa taala sipas porosive të tij ka shumë pak. Edhe në kuadër të ummetit islam besoni që ka pak. Po flasim për besimin e drejtë dhe të pastër, ashtu siç Allahu subhanahu wa taala kërkon. Sa më shumë që e kuptojmë se sa i mëshirshëm është Allahu ndaj nesh, se si ai na furnizon për mirësive të tij, se si ai na kaplon me faljen e tij, se si Allahu subhanahu wa taala na trajton përmes provave me urtësi, aq më tepër do ta duam Allahun subhanahu wa taala. Pra, është diçka e pakontestueshme. Çdo kush që thellohet në njohjen e Allahut e ka të pamundur që të mos dashurohet me Allahun. Dhe dashuria ndaj Allahut dallon krejtësisht nga çdo lloj dashurie tjetër. Dashuria ndaj Allahut është dashuri ibadeti, është dashuri adhurimi. Ndërkaq dashuria ndaj njerëzve në përgjithësi që ne e manifestojmë, e që kjo dashuri reflekton fal dashurisë që ne kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe fal dashurisë që Allahu na ka bërë të mundur që ta kemi për të tjerët, është dashuri respekti, është dashuri ngrohtësie dhe afrimiteti. Pastaj prej gjërave që neve na mundson që ta njohim Allahun dhe ta duam atë, është edhe njohja e vetvetes. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Allahu thon Kur'an, nuk ka mirësi që ju e gëzoni vetëm se ajo është prej Allahut. Nëse e marrim vetveten tonë dhe analizojmë, edhe gjurmojmë në vetvete, e shohim se çdo mirësi është prej Allahut subhanahu wa taala. Duke filluar nga mirësia e këtij perfeksioni njerëzor që ekziston në trupat tonë. Kjo madhështi e mrekullueshme që ekziston në brendit tona, nga shpirti, nga trupi, nga mendja, neve na jep të kuptojmë se Allahu na don shumë. Dhe për rrjedhoj e kemi të pamundur që të mos e duam këtë Allah, i cili na nderoi jashtëmase. Allahu na përzgjodhi. Allahu vendosi që ne të jetojmë. Allahu vendosi që t'i krijojë shpirtrat tonë. Pra secili shpirt i juaj është shpirt i zgjedhur nga Allahu. Dhe kjo është ajo që neve na kthen në origjinën e pastër të besimit dhe që na bën të mundur ta njohim Allahun dhe për rrjedhoj pastaj ta duam Allahun shumë.
sepse një vlerë të tillë Allahu nuk ka dhënë shumë prej krijesave të tij. Edhe krijesat bimore, dhe ato shtazore, edhe krijesat e ngurta kanë shpirt, në mënyrën dhe natyrën që atyre u përket. Por Allahu i ka përzgjedh shpirtrat tanë që t'jenë për shpirtrave njerëzor dhe njëkohësisht edhe besimtar të Allahut fuqiplot. Pra, njohja e Allahut na bën që ne ta shtojmë respektin ndaj tij. Prandaj Allahu kur flet për dietarët, ata në mënyrë specifike i trajton me një trajtim të veçantë. Thot inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ata që më shumë t'i respektojnë Allahun janë dietarët. Pse? Ata e njohin më shumë ti Allahun. Që do të thotë sa më shumë që e njohim Allahun, aq më tepër do ta duam Allahun, sepse respekti ndërtohet mbi dashuri. Një dashuri pa respekt nuk është dashuri. Dhe nuk mund të ketë as respekt pa dashuri. Pra, këto janë të dyja paralel njëra me tjetrën. Pra, dashuria jonë ndaj Allahut rritet apo lind atëherë kur ne njohim Allahun dhe atëherë kur ne e njohim realitetin tonë njerëzor. Sa më shumë që thellohemi në hulumtimin e qenjes njerëzore, në hulumtimin e karakteristikave njerëzore, të vetive dhe cilësive njerëzore, aq më tepër do ta duam Allahun, sepse e kuptojmë se sa madhështor Allahu, sa i jashtëzakonshëm është Allahu subhanahu wa taala, sa shumë na don dhe sa shumë na nderon. Tani se si lind e kuptuam, por se si rritet dashuria ndaj Allahut, duhet fillimisht ta kemi parasysh se ajo rritet me ibadete vullnetare, me ibadete të shtuara. Pra nëse dëshirojmë që Allahu neve me na dash neve në mënyrë specifike, në mënyrë të veçantë, atëherë duhet me ja dëshmu Allahut dashurinë tonë përmes ibadeteve vullnetare. Allahu në hadithin qudsi thot: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Nuk ka mundësi që robi im të më afrohet mua me ibadete vullnetare, pra jo obligative, po vullnetare, vetëm se unë do ta dua atë. Pra Allahu po garanton që e don një rob i cili ja dëshmon Allahu dashurinë e tij përmes ibadeteve vullnetare, sepse ibadetet obligative detyrimisht do t'i kryejmë ato, me apo pa dëshirën tonë, edhe pse nuk dua të besoj që dikush i kryen ibadetet obligative pa dëshirën e tij. Por mund të ndodhë që të kemi edhe ndonjë lloj plagështie. Por ibadetet vullnetare ato nuk bëhen vetëm se mbi dashuri. Nuk mundet njeriu me bëu diçka ekstra për Allahun vetëm se e don atë, po vetëm për dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. E kur ne e arrijmë këtë nivel të adhurimit ndaj Allahut përmes shtesave vullnetare në ibadetet tona, atëherë Allahu bëhet mburoja jonë. Atëherë Allahu e merr përsipër shikimin ton, dëgjimin ton, dorën ton, apo prekjen ton dhe shkeljen ton përmes këmbëve tona, sepse Allahu vetë ka treguar në po të njëjtin hadith qudsi. Kur unë e dua një rob, thot Allahu, unë i bëhem dëgjimi me cilin ai dëgjon, shikimi me cilin ai sheh, i bëhem dora me cilin ai prek dhe i bëhem këmba me cilin ai shkel. Që do thot, Allahu bëhet mbrojtësi ynë në raport me çdo lloj devijimi. Pra edhe në rastet ku ne mund të joshemi nga diçka e caktuar në jetën e kësaj bote, nga një haram i caktuar, apo nga një shoqëri e keqe, neve Allahu na bëhet mburoj, na përkujton Allahu në ato momente, na i përkujton mirësitë që Allahu na i ka dhënë, na përkujton gjithë atë karrierë të bujshme ibadetore që i kemi ndërtuar deri sot, gjithë ato ibadete që i kemi kryer, a ja vlen me i humb për një çast haramit, me imoralitet apo me alkool, apo me vjedhje, e kështu me radhë nuk ja vlen. Edhe kjo vetdije nuk është e rastishme. Kjo është mburoja e Allahut ndaj nesh. Për arsye se ne jemi mundu me sunete, me nafile, me ibadete vullnetare, me ja dëshmu Allahut dashurinë tonë ndaj tij, dhe Allahu askuj nuk ja çon mundin dëm. Allahu nuk ka mundësi, madje ka premtuar për një gjë të tillë në Kur'an. Inna Allaha la yudhi'u amala 'amilin. Allahu nuk e çon mundin dëm të një vepruesi që vepron. Pra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej shkaqeve tjera që e rrisin dashurinë tonë ndaj Allahut është edhe shoqëria e mirë. Aq shumë ka efekt shoqëria jonë, sa që mund bëhet shkak i udhëzimit apo i devijimit tonë. Dhe në rastin tonë, nëse dëshirojmë me rrit dashurinë ndaj Allahut, duhet me u shoqëruar me njerëz që e duan Allahun, me njerëz që ta përkujtojnë Allahun. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mar'u ala dini khalilihi, njeriu është në fenë e shokut të tij. S'ka thonë në fenë e nanës, as në fenë e babës, po ka thonë në fenë e shokut për shkak ndikimit të fuqishëm që e ka shoqënia. Andaj ka thonë fel yanzur ahadukum man yukhalil.
Le të shikoj mirë secili prej jush se kë po e merr për shok apo gjinia femërore për shoqe. Duhet të kemi shumë kujdes, nga se nuk ka kapital më të shtrejt, më të çmuar se sa dashuria ndaj Allahut. Dhe nëse ne nuk tregojmë të kujdesshëm, mund ta zbejmë të dashuri. Dhe një prej shkaqeve që e zbe dhe e çrënjos ruan Zot dashurinë ndaj Allahut është mëkatimi i vazhdueshëm. Kur robi vazhdimisht bën mëkat, sidomos kur e di që një gjë e tillë është mëkat, kur e di se një gjë e tillë është krim tek Allahu dhe ai prap vazhdon edhe e bën. Nuk ka hapësirë në një zemër që të ketë edhe dashuri për Allahun, edhe dashuri për mëkatin. Nuk mundet. Është sikurse puna e gotës. Zemra është sikurse puna e gotës. O e mbush me qumsht, o e mbush me raki. Nuk mund ta mbushësh me të dyjat. Një zemër që mbushet me dashurinë ndaj Allahut, nuk ka mundësi të mbushet me dashurinë ndaj mëkatit. Ajo zemër do ta urrejë mëkatin. Ajo zemër do të irritohet nga mëkati. Ajo zemër do të ndihet keqardhje nëse eventualisht ka gabuar diçka. Ajo zemër do të ndihet e mërzitur për arsye se nuk dëshiron me shkatërru raportin me Allahun subhanahu wa taala. Nga se për këtë zemër nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa dashuria ndaj krijuesit saj. Lutim Allahun e Madhërisëm që zemrat tona në këtë Ramazan t'i bëj prej zemrave që më shumë t'i duan Allahun subhanahu wa taala. Le të jenë zemrat tona të mbushura me dashurinë ndaj Allahut. Le të jenë zemrat tona të ujitura me gjëra që e zhvillojnë të dashuri, sikur se tham pra, njohja e Allahut, njohja e vetvetes, shoqëria e mirë dhe shtimi i ibadeteve vullnetare. Allahu ju shpërblef për dëgjimin, Allahu pranof gjitha ibadetet që i keni bërë gjatë ditës sotme dhe që do t'i bëni gjatë gjithë jetës suaj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.